Jemi në pjesën e dytë të programit edhe do të vjojmë të flasim duke hapur edhe tema diskutimi këtu në studio. Kështu që duke qenë se këto javë kanë qenë shumë të vakta për prodhimtari showbizi. Kalon një depresion të vogël që nuk ka drama në showbiz, nuk publikon askur sepse po është kjo pjesa jo disa janë për protesta, një pjesë tjetër kanë vazhduar jetën normale duke zgjedhur pushime apo gjëra të tilla si këto edhe kanë qenë më të tek protestat mendoj te komentet më shumë që kështu nuk kanë prodhuar shumë lajme. Siç e tham në fillim, ju e dini që ka nisur botrori dhe për ne europianët është një meme e gjallë mënyra se si po ndiqen ndeshjet dhe oraret e transmetimit të këtyre ndeshjeve. Sigurisht që Top Arena, një tjetër zjarr dhe burim informacionesh për ne. A mund ta them nëse shikoni sot Manushin çik shumë të ri është faji im se kam gishtin unë. Shiko. A doja kote për një herë, dy herë ta ndryshoja si ta bëja. Ke ndryshuar pak në pamje. Se po e shoh natë për natë edhe është hera parë që shoh proces sportiv natë për natë. Të betohem, është. Mua pëlqen, ka shumë vibe të mirë, panelet janë shumë të mira, është vetëm për futboll aty, është futboll, show, pak informacion i përgjithshëm i ditës dhe më pëlqen, nëse më mungonte kjo natë për natë diçka të shifja. Me sa kam parë edhe në komente, sa i përket të Top Arenës, përveç deklaratave që janë profesionale nga ekspertët e futbollit aty sa i përket ndeshjeve, pjesa më interesante dhe ajo që komentojnë shikuesit, e dim cila është Briteo. Akoma, pra ka fansa të cilët nuk janë ende të qartë nëse çifti vazhdon historinë e tyre të dashurisë apo janë ndarë. Më vijnë mesazhe dhe më thonë ti që e ke shoqë Brikenën. Nuk e kam shoqë Brikenën. Njerëz thjesht njihemi dhe kemi bashkëpunuar. Kaq, mish fjalë madhe. Po, e ka veshur dhe të lutem bëj diçka. Në net tek Top Arena. Po, e kam veshur një natë tek Top Arena, e kam veshur fan klubi kur doli, por nuk mund të ndërhyj njerëz se shumë gjërat personale, pra ti kap të dytë i them dëgjoni. Mua më kanë nisur fansat tuaj mesazhe që t'ju ribashkoj. Si e keni? E keni ndërmend? Por tema që ne do duam ta hapim sot ka të bëjë pikërisht me këtë fakt. Pra, a mund të punosh me ishin në të njëjtin vend pune? Pra të ndash të njëjtën studio si në këtë rast, unë shpresoj që gjërat e tyre të rregullohen edhe po me sa duket komunikimi është i mirë, pra është shumë profesionale, tha dhe Francesca herën e kaluar që komplet profesionale është situata dhe kjo ka rëndësi edhe për këtë, por të ftuarit janë shumë kurioz. Dhe gjatë kohës që pyeten nga Mateo, bëjnë një pyetje për të, dhe gjatë kohës që pyeten nga Brikena kanë sërish një pyetje për të. Pra nuk janë vetëm fansat e tyre kurioz, por edhe të ftuarit që shkojnë tek Top Arena. Po pyetja ime është pikërisht kjo, Niko i dashur. Se do më vi lapsi dhe mua të shkoj te Arena. A do mundet? Çfarë ti pyes? Më thuaj. Domethënë, si e sheh këtë situatën, domethënë? Nga zemra uroj të bashkohen. Teknikisht, ti e di që unë jam shumë i ftohtë me ndjenjat, mendoj që jo. Nuk mundesh. Ti nuk do të mundesh. Jo. Të ishe në të njëjtin ambient edhe të ndaje orë pune. E për më tepër sa do profesionale të jetë situata. Po, e për më tepër në fazë që sapo je ndar. Kupton? Është shumë e vështirë. Në përgjithësi nëse ka kaluar periudhë, po mund të punoja, nuk e kam problem. Të ka ndodhur? Jo. Në përgjithësi lidhjet e mia nuk kanë lidhje me punën time apo profesionin, pra nuk përballen dot. Që kështu është një plus i mirë. Kurse nëse do më ndodhte do bashkëpunoja. That's life, kjo është jeta. Okej. Unë në fakt dikur kemi punuar bashk në të njëjtën redaksi, kanë qenë dy persona që ishin me njëri tjetrin edhe mbaj mend që ka qenë situatë pak e vështirë, sidomos për palën që ndjen më shumë. Edhe përjetonte çdo ditë, çdo lëvizje, i lexoja mërzitjen dhe trishtimin në sy, nëse reagoi nga ana tjetër, qoftë edhe me një gest dashamirësie, fillonte ai shkëlqimi syve, një rrezë shprehse për një ribashkim të mundshëm që nuk
erdhi, por e kuptoj që duhet jetë pak e vështirë, sidomos për personin që ndjen më shumë. Ja, do t'i pyes unë live aty. Ose ta pyes se she's on top në thot Mateo. Kur të shkosh dhe ti si gjithë të ftuarit e tjerë. Do bëj dhe unë aty. Dje për shembull ishte Valbona dhe i tha, "Ti Mateo si ndihesh që punon?" Që je këtu dhe është edhe Brikena. Domethënë ka shumë kuriozitet për këtë çift. Dhe me qira fjala të shkuara Mateo, sepse ju desh të shkëputej nga emisioni, pra bëri vetëm rubrikën e tij dhe u shkëput, se me sa duket ishte i smur dhe nuk ndihej mirë nga ana shëndetësore. Shumë viroza kohët e fundit. Shumë. Po le të shpresojmë që do ribashkohen. Si është? Deri në fund të sezonit, pra janë 40 ditë kampionat. Nuk e di, unë jam shumë i ftohtë me gjërat. Edhe aty e shikoj që ka një dashuri e kështu, po ka një ngërç diçka. Kupton edhe nuk ja vë dot fajin as njërit as tjetrit. Unë kam xhan shumë të dy. Tani duke punuar me Mateon, jo se kam ndryshuar opinion, po është përforcuar ajo që është një djalë shumë i mirë, që më thonin njerëzit, është një djalë shumë i mirë. Po nuk e di. Po merr komplimente edhe si moderator. Yes, po merr komplimente edhe si në juri, sepse është kritika aq sa duhet dhe ka marrë atë rolin e djalit kritik po të mirë, i kujdesshëm që mos i lëndoj vajzat, gjë që unë e shikoj plus. Po nuk e di. Uroj po mendoj jo. Uroj po. Okej, të gjithë urojmë që po. Shkëputemi për pak, rikthehemi sërish në studio. Kene Kanye West. Unë Kanye e tham. Po gjithsesi unë çdo që të bëj ky është koncerte. Binjaku im i preferuar. Është nuk e di, vdes për bëmat e tij dhe deklaratat që bën, janë shumë pikante. Madje pardje kishte ditëlindjen dhe vajza e tij, që i kishte shkruar happy birthday my twin. Duke po në fakt ato ngjajnë shumë edhe në karakter dhe në paraqitje. Tani po i ngjan pak Kim Kardashian vajza, por nuk e di, si karakter janë shumë sepse dhe vajza vet ose si ky që është pa filtra. Domethënë e shikoj shpesh herë nëpër storyt e Kim Kardashian që ajo del dhe dëgjohet zëri i saj mbrapa që komenton gjithmonë diçka. Tani Niko, këto rikthimet, siç do jetë edhe ky tur i koncerteve të Kanye West, lën një shihet mirë, me thënë të drejtën, edhe ditën e hënë çunat kanë pasur Julkën të ftuar, e cila në gjithë këto vite e larguar nga muzika sigurisht që i ka lënë ca hite. Dhe me sa duket e kanë pyetur nëse do rikthehet, dhe ka thënë po, do rikthehet në muzikë, i kanë shkruar shumë. Po edhe televizioni i pëlqen shumë në fakt, edhe fakti që po e bën këtë gjë. Dhe një ndër këta që i ka shkruar shpesh riktheu jam dhe unë, se sa herë dal vendoset kënga e Julkës. Këngë të Julkës dhe unë bëj story dhe tagoj gjithmonë. Domethënë, si e sheh këtë pjesën e rikthimeve, domethënë se më kujtua tani edhe deklarata e shëndritit që bëri në studio, që jo miri, jo e ke parasysh nuk mundet që, por në fakt po rezulton që shumë rikthime janë goxha të suksesshme, rasti i Backstreet Boys që jo më larg se shoqet tona Pussycat Dolls që po ribashkohen, Spice Girls po ashtu bën një ribashkim, bën një rikthim. Edhe ka njerëz të cilët Craig David ylli dhe dashuria ime e gjimnazit, por rikthehet sërish në muzikë. Por Justin Timberlake së fundmi ka vendosur që mund të kthehet në një rikthim NSYNC-t. Pra që të ringlidhet grupi e të bëjë një reunion, po. Kështu që rikthimet nuk janë asnjëherë të këqija, përveç se na zgjojnë pjesën e nostalgjisë, e sigurt është që nëse do dalin në një tur koncertesh dhe do bëjnë koncerte, të gjithë ne, të paktën brezion, do t'i këndoj një zëri këngët. Absolutisht, unë besoj te rikthimet, mendoj që të gjithë pauzojnë për të evoluar jetën e tyre apo të ndryshuar disa detaje në jetën e tyre, por kur rikthehen gjithmonë rikthimi i disa personave që kanë lënë epokë, gjithmonë ka qenë për mirë, i ka ecur edhe më mirë. Kanë, domethënë, se ka shumë të rinj që dëgjojnë këngët e Julkës në TikTok, janë shumë virale, të them, së fundmi, po mbase nuk e njohin, nuk e kanë parë duke performuar. Po. Nuk e kanë shijuar në siç e kemi shijuar ne. Unë
Adhuroja kur vija nga Greqia dhe Blia mbaj mend compilation atëherë që kanë ekzistuar si CD dhe i çoja në Greqi thoya kjo është muzika shqiptare. Unë kam akoma kaseta të Top Albania Radio. Edhe unë kam. Ekziston dhe mbrapa nesh aty. Janë aty, i kam dhe unë në shtëpi, i kam ruajtur në një kuti, sepse mezi prisja të dilnin përmbledhjet muzikore që bëheshin nga Top Albania Radio në atë kohë, bëhej një mix to mix, shumë i lezetshëm, ato këngët vrastare me Laura Pausinin, një këngë për ty, Gigi D'Alessio. Nuk e di, për shumë vite kam kontribuar si një emigrant nga Greqia që blija kaseta dhe disjat. Të Top Albania Radio. Po, ka qenë ta Records në atë kohë. Dhe më që jemi tek rikëthimet, kemi dhe një thirrje për The Voice edhe po, ju lutem. Riktheuni. Kemi nevojë për pak show. Janë disa këngë të cilat edhe pse kalojnë vite, të mbeten në memorje, edhe ti vazhdon ti këndosh, vazhdon ti dëgjosh, vazhdon ti pëlqesh dhe të t'japin sërish atë emocionin që të kanë dhënë në momentin e parë që i ke dëgjuar. Kështu që dhe janë shumë artistë të cilët janë sot shumë të suksesshëm që për herë të parë kanë dalë në Top Fest, kanë performuar aty, ose rasti Ylli Limanit që është një ndër konkurrentët e The Voice. Kështu që kuptova se sa i madh jam, i rritur jam kur para disa ditësh më dolën në YouTube këngët e Top Festit, por tek programi i përditshëm. Pra që shkonin performonin 5 këngë në dita, nuk e di, ka qenë ajo 1 orë. Dhe thash, no, ka ekzistuar dhe këngë që shkonin dhe prezantonin këngët e tyre. Ka qenë i përditshëm, ka qenë, nuk e di. Nuk e di sa artist kanë kaluar aty performanca derisa vinte pastaj finalja, një gala alla Grammys, ka qenë shumë e bukur ajo pjesë. Top Festi i fundit që ka qenë The Black Carpet, nuk e di jam mban mend, u kam qenë një nga ka qenë The Black Carpet dhe kam qenë unë, Irena Kita dhe Enadat Nikola dhe komentonim të ftuarit. Veshjet e tapetit. Ka qenë zemra ime, nuk e di, një nga eksperiencat e para për mua në komentues tapeti dhe ka qenë shumë e bukur. Kështu që Julka e dashur, nëse ti do rikthehesh, ne mezi po presim. Në fakt Julka është le të themi ndër të parat që përzjodhi këtë rrymën pak elektropop në atë kohë, super të kërcyeshme dhe vazhdon luhet edhe sot nëpër klabe. The elektropop. Tajna. Po. Më kujtua Tajna, më të ishe Tajna dhe një Julka, po jo. Tajna ishte në studion e ndryshe javën e kaluar dhe ajo i ka thënë ca gjëra këto pjesën e rikthimeve Besa, po ashtu ishte. Besa. Në ndryshe ditën e djeshme, e cila po ashtu ka nisur të pas një pauze të reflektoj sa i përket mënyrës të bërit të muzikës edhe të rikthehet edhe ajo po ashtu. Dhe me që ishim te Besa, kanë gjithë vrasin njësoj, për mua do mbetet një ndër super hitet. Unë e kam njohur. Edhe unik është e bukur, pa ajo është super këngë e veçantë. Unë kur e kam njohur dhe kam punuar me të, kishin kaluar këto hite, pra isha më vonë, por akoma e shifja Besën, domethënë e parashikoj. Si ëngjëlli që vret një lloj. Si me rikthimet edhe me vazhdimsinë që do të ketë muzika. Kështu që riktheuni, bëni shumë mirë. Po, riktheuni. Edhe kjo pjesa e koncerteve, Niko, ka filluar më shijon, më pëlqen shumë. E dashuroj këtë pjesën që muzika shqiptare dhe artistët po zgjedhin që të kenë një tjetër qasje ndaj publikut. Po, pra se në për klabe lokale, jo, unë dua koncert, dua pak show, dua balerin, dua të më krijosh një situatë, domethënë çka kanë ato tuaj. Koncerti i Yllit ishte fantastik, by the way, domethënë e shijova nga afër dhe jemi në fazën që unë shijoj koncertet live me vajzën time për krah tani. Pra deri dje e shijoja Yllin tek The Voice, sot jam me vajzën që e shoh në koncert. Alban Skëndere po ashtu ka bërë koncerte shumë të mira, kështu që jemi në një fazë artistike që më pëlqen shumë, edhe dua të ndjek çdo koncert të çdo artisti. Po, sepse në fund ditës çfarë kanë ato jashtëtit më shumë se artistat tonë që bëjnë koncerte. Asgjë më tepër. Ju lutem më shumë koncerte në përsheshje, në përgjigje që t'ju shikojnë të gjithë. Publicitet, rikthehemi për pak. Ta hap pak zërin e kufjes unë? S'dëgjon mirë vete? E dua të lartë shumë zërin. E pra. E kam këtë, Niko. Po thoje që
Brooklyn është përballur me ligjin. Nga familja Beckham kemi lajme së fundmi. Familja ime e preferuar. Përveç yllit që mori David Beckham, sa duket djali i tij tashmë do përballet me ligjin se ka mbajtur celularin në dorë. Ua. Teksa ngiste makinën. Të ishte në Shqipëri do kishte ndodhur kaq. Ishte madje i ndaluar në semafor. Dhe policia ka vrejtur që ka marrë celularin dhe përveç kësaj kishte edhe qenin në prehër të palidhur. Domethënë dhe me sa duket po përballet. As kjo s'lejohet. As qeni s'mund ta mbash në prerë. Po mund të shpërqendroj në ngarjen e makinës. Okej. Më falni mua se unë nuk ngas makinë që kështu nuk e di. Më duket shumë easy ti bësh shumë gjëra. Oficeri ka deklaruar, oficeri i policisë se Romeo nuk kishte kontroll të plot mbi automjetin në ato moment dhe se vëmendja e tij ishte e përqendruar nga telefoni dhe nuk ishte tek rruga. Sipas legjislacionit në Mbretërinë e Bashkuar, përdorimi i telefonit gjatë drejtimit të mjetit konsiderohet një shkelje serioze dhe kështu në fakt duhet jetë në çdo vend të botës. Pasi mund të rrisë ndjeshëm rrezikun e aksidenteve, po ashtu transportimi i kafshëve pa sigurimin e dur mund të sjellë pasoja në rast frenimi të papritur ose përplasjeje. Kjo është ideja. Niko, ti që nuk je dakord me mbajtjen e qenit në prerë. Shqyr që nuk e makinë. Po atë thash, dhe mbaj në kokë, jo në prerë. Po tani çfarë do t'i ndodhi këtij mendon se do Po mund të paguar një job. Mund të jetë me job, mund të jetë me punë të detyrueshme. Nga këto që ka bërë Naomi Campbell dikur që dilte nga qishëllonte njerëz do i dhunonte pastrueset, mbaj mend që atëherë u mblodhën të gjithë dhe shkuan kundër. Domethënë, mbaj mend që ka shërbyer edhe kjo ca ditë. Pastronte ato parqet e New Yorkut. Le të themi. I shkonte edhe e verdha. Dhe që ta dish ti dashur Niko është shpallur fajtor për këtë shkelje, po. Dhe ka marrë një job prej 870 eurosh. Përveç kësaj, ka marrë edhe 3 pikë penalizuese në patentën e tij të drejtimit, si dhe u detyrua të mbuloj shpenzimet gjyqësore dhe tarifat shtesë. Pra nuk është vetëm gjoba, por ka mbuluar gjithë procesi. 800 pound, pra? 900 gati, gjoba dhe pastaj ja 2000 pound, domethënë, po e përmbledhje. Blerje ditore. Po lëre çfarë ka, po thjesht qarkullimi nëpër media, i familje, si emri. Po është pak ai rebel Brooklyn. Është rebel. Është Romeo ky. Brooklyn është kaput fare nga familja. Romeo, po se Brooklyn, më fal, i ngatrova unë. Romeo është pak rebel, më duket më rebel. Edhe pse rebel të duket ai, mua ky më duket më rebel, se është këngëtar. E kam thënë madje në një emision që ky djali i dytë është goxha më i përfshirë në familjen Beckham. Pra, edhe mistrec. Edhe mistrec, po, se ka patur lidhje, por edhe më duket më artist se sa tjetri që del e thotë unë gatuaj dhe jam i famshëm. Jam shumë dakord që të merren në masa. Po, absolutisht e kjo pjesa. Për shkelje të tilla, sepse shpesh kemi dëgjuar raste që kanë shkuar deri në fatalitet për pakujdesi gjatë ngarjes, sepse janë hutuar me celularët. Me celular, okay. Kështu që kujdes njerëz. Pa celular në përduar. Pa celular nëse jeni në timon. Do të kalojmë tani sërish tek muzika edhe do t'ju përshëndesim me Godzilla. Është është për ty programi sot, për zgjedhja e Skerdit. Që ka vetëm për ty sot, Niko. I like to move it. I like to move it. E me qëra fjala tek pushimet. Ne sot duhet kishim një bisedë me Lej Krajan dhe me Eni Sheun, të cilët Lej Kraja ja arriti kësaj dite që ta presim të jetë ftuar në këtë emision. Në këtë emision. Dhe pushime on top do të filloj shumë shpejt në Top Channel. Eni në fakt dhe Lej janë duke xhiruar në Sarandë për momentin. Dhe në të mërkurën e ardhshme do t'i kemi në studio për të diskutuar detajet e këtij sezoni të ri e kësaj vere, se si do t'jetë edhe se si është konceptuar në këtë sezon pushime on top. Dhe me qëra fjala tek pushimet, Niko, nuk e di a i ke projektuar të tuat? Jam akoma kështu në mendime, por dua diçka në ishull, domethënë dua diçka në një ishull të shkëputur. Për shembull, Lady Baci ishte e ftuar tek Arioni dhe Ariola, tek Trip Topi. Dhe tregoi se me familjen do zgjidhte pushime dimërore në mal.
Ndërsa me shoqërinë dhe me të dashurin, Taormina, jo, Taorminën e ke ti në fakt. Formentera, domethënë Ibiza, kështu gjërash, sepse në fund të ditës është vajzë deti dhe do shumë Europë për të ndjerë e frymzuar, pra nuk ka rëndësi me kë shkon me pushime, mund të shkruaj edhe poezi varet nga vendi se ku shkon. Fiks. Por personalisht nuk I kam kuptuar kur këto pushimet në mal. Më falni. Në verë thua. As në dimër nuk I kuptoj në mal. Në borë, ski, pse? Preferoj edhe në dimër të ikja aty në det. Të jo të shohësh notoj, det. po, dua të kem det. Nuk e di, jam më shumë çun deti, edhe jam më shumë çun vere. Nuk je çun skish. Fare. Doje të thoje. Nuk e duroj dot ftohtin në përgjithësi. Edhe unë nuk e duroj dot, po më Fare. pëlqen bardhësia, me thënë të drejtën, pra më pëlqejnë edhe këto pushimet e dimrit, pavarësisht se nuk jam tip shumë sportiv për të bërë ski, por jam një filmuese shumë e mirë e bashkëshortit dhe vajzave të mia. Unë dua krip në lëkurë. Jam xhiruese shumë e mirë dhe fotografe. Ne të hapim një biznes bashkë, bëjmë klipe tani në verë. Jam jorgaqi I familjes time në çdo pushime që bëjmë. Dhe tmerri pastaj është kur duhet I lë celularin atyre që të më bëjnë mua foto. Jo, është problemi jot ai, Dhe nuk është video, atyre. domethënë e tmerrshme Niko. Nuk e di, në ka një arsye pse zihemi për pushime është Është pikërisht foto që kjo. ty s'e pëlqejnë. Të tmerrshme. Kohët e fundit e kam marrë një çik veten, po në fillim një dram, e vërtet. Po të di tani mos ki pretendime. Çfarë pretendime? Është shumë e thjeshtë, merr celularin dhe nuk filmohet toka, jo tokë. Po, I dashur burr. Pra fundi I celularit të jetë tek fundi I këpucës time. Çfarë thot Andi? Që mos të duke me shkurtër. Qa Jo, thot? mëre, duhet ja përsëris disa. Tek fotoja e 10 e kap pastaj situata. Probleme. Pra ti je një çundeti. Unë jam çundeti, dua krip në lëkurë, dua flok të shkatruara dhe dua të mbaj lëkura ime të djegur, pra ajo lëkura që rreshkur. Po, zemra, kaq dua unë nga jeta në verë. Nuk dua luks, dua të gjën e bukur, të Për thjesht. këtë pjesën që ka thënë Heidi, që jam shumë tipe Europe, nuk më pëlqen në Amerika për udhëtimet. Aq të largëta për t'i quajtur pushime. Unë do shkoja në Amerikë për pushime. Ku do pushoje ti për shembull në Amerikë? Miami, zemra, ti kem të bëjmë të pak plazh. Po New York a pushohet? Pushohet në New York. Do ta sakrifikoja të pushoja në New York. E di pse se do shikoja shumë gjëra të bukura që do ishin si pushime për mua. Domethënë, e di që javën e parë do ishin vetëm muzeume që unë I kam xhan në mendjen time që dua t'i vizitoj një herë në jetë, që kështu do t'i humbja këto pushime. E ke në listën tënde Amerikën për ta Unë vizituar? kam qenë të shkoj. Në fakt të gjithë e kemi Unë dora Amerikën për ta vizë, vizituar. Doli viza perfekt dhe nisi Covidi dhe unë nuk e kam shkelur fare sepse ishin fiks ato 2 vite. Domethënë ty të zhdjekur apo Më është djegur në këtë mënyrë që nuk kushtonim dot, që kështu nuk mund ta shkelja dot. Pra mund të bësh një riaplikim. Një riaplikim dhe më thanë që merret shumë lehtë nga momenti që nuk ka ndodhur gjithë kjo situata Dhe që kështu. pyetja e fundit, Ha, më thuaj. pushimet janë më mirë me familjen apo me dashurinë? Unë në këtë rast nuk kam ç'a them se dashurinë e kam Familje. bashkë me familjen. Mendoj që duhet ndar. Por kur kam qenë e re, që bëja shpesh pushime me shoqërinë, në këtë fazë të jetës që jam, do doja ti kisha shpenzuar më shumë me familjen. Ato do thoja dhe unë që me familjen do zgjidhja. Domethënë do lija pak ditë me shoqërinë apo lidhjen, duke qenë se I përjetoj për ditë, me familjen do përjetoj. Nëse do kisha një 14 ditë, 10 ditë do ishin me familjen. Pra do doja të kisha kaluar më shumë kohë Më shumë kohë me prindrit to. e mi. Kështu që ja, vika edhe kjo mosha Niko, që një herë themi që nuk na intereson më çfarë ndodh, pastaj bëjmë reflektimet për ato që kemi kaluar. Tani do rritem një dhe neve. Jemi në fund të programit edhe për ditën e sotme. Faleminderit shumë që na ndoqët. Do të ridëgjojmë dhe shihemi të mërkurën tjetër me të tjera lajme, me të tjerë të ftuar dhe me të tjera thashë theme. Dhe kush ka probleme na bënin tag në për story se e dini vetë ju.